Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Po tregon veten e vërtet, babai i Jozit flet për herë të parë për lojën e banorit. Babai i Jozit, Pjetër Marku, ka komentuar lojën e djalit të tij në shtëpinë e famshme. Në një komunikim me Heidi Bacin, ai vlerëson lojën e Jozit pas rikthimit në shtëpi, ndërsa lojën e mëparshme e cilësonte ashpër dhe të gabuar. Ju falenderoj përzemërisht për ftesën. Në pamundësi për të dalë në ekran, po ju dërgoj komentin tim pas kërkesës suaj. Me rikthimin e Jozit, ai po tregon veten e vërtet. Loja e tjerën e parë ishte ashpër dhe e gabuar. Më kanë mbetur merak debatet me Rozanën dhe situata me Gjestin, sepse doli në një kontekst të gabuar dhe na shqetësoi shumë. Ne pëlqejmë gricjet, por me limit, u shpreh babai i tij.